Të nderuar vëllezër, kaluan pra veç disa ditë dhe ne e përcollëm vitin 2025. Është fakt se me përsjelljen e këtij viti kemi përsjell edhe shumë nga të dashurit tanë. Nuk ka dyshim se ato të dashur të nderuar vëllezër kishin qëllime të larta, kishin ambicie dhe kishin plane dhe kishin mirë po desht pra caktimi Allahut subhanahu wa taala që ato mos të jenë me neve në këtë vit. Ndërrimi I viteve të nderuar vëllezër na jep të kuptoj se asgjë në këtë botë nuk është e përhershme. Dhe çdo gjë lëvizën, udhton dhe shtekton për tek Zoti I vet, si thot Allahu wa kullu fi falakin yasbahun, dhe çdo kush lëvizën për tek pra Zoti I tyre. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan njeriu, çka thot ja ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, o njeri, ti thot je duke udhtu për tek Zoti I yt, famulaqih, pra dhe do ta takosh pra dhe mundin të cilin e ke bë në këtë botë do ta gjesh. Mirë, keq. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir as-sabil. Bëhu në këtë botë pra si një udhëtar apo një kalimtar. Objektiv specifik e udhëtarit të nderuar vëllezër kryesor është që mos të merret pra dhe mos të angazhohet nga qëllimi ku e ka vut që të arris. Pra njeriu mund të shfrytëzoj gjatë udhëtimit pra nimetet dhe dhuntit e atij udhëtim. Mirë po asesi këto pra dhunti dhe këto zbukurime dhe kështu me radhë nuk duhen që ta bajnë personin të ndalet dhe të merret me ato gjëra dhe ta harroj udhëtimin për të cilin është nis. Përndryshe, çdo logjik ta jep se është diçka e gabueshme. Pra nëse një njeri është nis në një vend të caktuar që të udhtoj, nuk është prej urtësisë që njeriu pra të merret të qëndrojë me një vend dhe të merret me ato gjëra që në atë kohë dhe me ato gjëra që e rrethojnë dhe mos pra të niset dhe mos të ketë qëllim të arrijë pra tek qëllimi final në të cilën është nis. Pra të nderuar vëllezër, kështu është edhe jeta e besimtarit. Njeriu e ka një qëllim për të cilën në të do të shkojë. Dhe jo është prej momentit që ka lind dhe deri momentin që takojnë Allahun subhanahu wa taala pra me vdekje. Kjo është qëllimi pra I besimtarit. Gjatë kësaj rruge të nderuar vëllezër, është vërtet se do t'i shfaqen rrugë të ndryshme, do t'i shfaqen thirrje të ndryshme dhe kështu me radhë, mirë po, asesi këto thirrje dhe këto rrugë dhe kështu me radhë nuk duhen ta devijojnë besimtarin nga rruga e drejtë në të cilën është nis. Përndryshe, pra është duke vepru një gabim shumë të madh, sepse nuk do të arrijë tek qëllimi të cili është nis. E bëra këtë hyrje të nderuar vëllezër nga mërzia që njeriu ndonjëherë mërzitet kur shef besimtar musliman dhe kështu me radhë. Kur është pra në xhami dhe kështu me radhë thot ihdina siratal mustaqim, o Zot, më udhëzon në rrugë të drejtë, dhe jashtë xhamis I shef duke festu pra festat e jo besimtareve, festat e paganëve dhe kështu me radhë. Pra vetit I thot musliman dhe është musliman, e lut Allahun subhanahu wa taala, çdo kush që fal namaz të nderuar vëllezër duhet ta di se çka thot për çdo rekat që thot ihdina siratal mustaqim, dhe besoj çdo kush nga ne e dim suratun al-Fatiha, kur themi ihdina siratal mustaqim, themi o Zot, na udhëzon në rrugë të drejtë. Pra I lutemi Zotit që të na udhëzojë në rrugë të drejtë, dhe në anën tjetër të nderuar vëllezër,
festa pagane, që nuk kanë të baj as nga afër dhe as nga larg me muslimanët, sepse siç e dim të nderuar vëllezër, muslimani festat të cilat janë, është festa e Bajramit, është festa e Kurban Bajramit. Festa e Bajramit të nderuar vëllezër, muslimani feston pas një sakrifice, pas një mundi që e dha agjërim, namaz, kërkim falje, me shpresën se do të dal nga ai muaj i falur nga mëkatet dhe për nga gëzimi që ka feston. Dhe instinktivisht njeriu të nderuar vëllezër, kur i ndodh ndonjë gëzim, shpreh pra sepse gëzimi apo festimi është shprehje e gëzimit. Nëse një njeri e furnizon Allahu me ndonjë fëmijë, gëzohet, feston dhe nuk ka kur gjatë të keqe. Pra festimi është të nderuar vëllezër me shfaq njeriu gëzimin. Çfarë gëzimit shfaq njeriu të nderuar vëllezër thjesht në një mit apo në një fest pagane me ndrimin e datës. Pra është caktuar një datë, nga një datë prej 31 dhjetorit, është ba 1 janari, nuk i takon besimtarët të nderuar vëllezër që të festoj me mënyra, pra përveç jo vetëm të festoj dhe këtë fest të gjendet në ato vende ku Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur. Pra në ato vende ku ka muzikë, në ato vende ku ka alkohol, në ato vende ku i bëhet Allahut subhanahu wa taala mëkat. Pra janë dy gjëra kontradikt të nderuar vëllezër. Edhe me ju lut Allahut subhanahu wa taala që ta udhëzojë në rrugë të drejtë, edhe kur vin festa që nuk kanë të baj as afër as larg me besimtarit, i njëjti pra të gjendet në atë mes, duke festu dhe duke e hidhuru Allahun subhanahu wa taala. Është një rregull të nderuar vëllezër, një rregull universal që shkaku dhe pasoja. Pra ne jemi duke u ballafaquar me një pasojë, ajo është pasoja se tek shumë besimtar për fat të keq apo musliman, kur vinë këto data, më shumë e festojnë këto data ndoshta se sa festat e tyre, festat e muslimanëve. Mirë po shtrohet pyetja pse? Pse besimtarët? Pse muslimanët? Pse pra jemi duke fol në nivel të globit pra, në rrezullin toksor, pse shumë vende mes muslimanësh dhe kështu me radhë i festojnë këto festa, dhe nëse gjendesh në ato vende i shef se ndoshta këto festa festohen më shumë ndoshta edhe se sa festat e vet muslimanëve. Siç thash, kjo është pasoja, pra pasoja është festimi i besimtarëve festave të jo muslimanëve. Mirë po, njeriu nuk duhet shumë të merret me pasojat sa duhet të merret me shkaqet që i çoj tek këto pasoja. Pra duhet me mendu njeriu munal dhe me reflektu dhe me thonë pse vallë muslimani i feston këto festa. Vallë, a nuk i mjaftojnë festat e veta? Vallë, a ka krizë pra identiteti fetar që është se nuk është i kënaqur me atë në të cilin është, dhe nuk e përmbush islami dhe festat islame nuk e përmbushin dhe nuk e kënaqin dhe kështu me radhë dhe kërkon një kënaqësi tjetër kund, pra qoftë këto festa të ndryshme. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur migroi pra dhe i pa që ishin duke festu festa të ignorancës, festa të paganëve dhe kështu me radhë, i ndaloi dhe i tha Allahu subhanahu wa taala ebdelekuma, ju zaventësoj këto festa me këto festa, që do të thotë se zaventësimi e mohan atë me çka është zaventësu. Pra nuk ka ma ajo të cilin është zaventësu, pra bje poshtë dhe metën vetë me atë që është zaventësu. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmi tregu shokëve të vetë të nderuar vëllezër se Islami është fe e përkryer, se Islami pra është fe që nuk ka nevojë që të hyjë në Islam festa dhe besime dhe ideologji dhe kështu me radhë dhe bindje të ndryshme nga jashtë. Mirë po është Islami pra Islami është fe pra të cilën i ka në vete, është fe e përkryer që në të ka festa dhe tregon se si pra të festohet. Festohet mrena moralit, mrena etikës. Dhe jo, kur vinë pra festat të caktuar të nderuar vëllezër, të dalim nga çdo lloj moralit dhe nga çdo lloj etike, duke i festu dhe duke i bë mëkat Allahut subhanahu wa taala.
Atëherë të nderuar vëllezër, besimtari nalet dhe mendon pse këto musliman i festojnë festat e jo, pra festat që nuk janë të veta, pra festat e jo besimtarve, festat e jo muslimanëve dhe kështu me radhë. Të nderuar vëllezër, ka shumë arsye dhe shkaqe. Mirë po shkaku kryesor që i bën besimtarët që t'i festojnë festat e jo besimtarve është, të nderuar vëllezër, largimi nga drita hynore, largimi nga udhëzimi hynor. Pastaj momentin se sa njeriu largohet nga drita hynore, nga Kurani dhe nga Suneti, nga drita e shpalljes, aq më shumë pra edhe hyn në ato gjëra që nuk kanë baj me fen islame. Dhe sa më afër që është afër dritës hynore, Kuranit dhe Sunetit, shpalljes, aq më larg është pra festave dhe gjërave të cilat pra nuk kanë të baj me islamin as nga afër as nga larg. Momentin që njeriu, të nderuar vëllezër, e merr shpalljen si referencë, Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me do e mos, ky pra do të ketë një rrugë në të cilën do të ecë. Allahu subhanahu wa taala e pa, pra e diti që njeriu për me arrit tek qëllimi final nuk ka mundësi me arrit me aftësitë e veta. Për atë zbriti libra, dërgoj pejgamber dhe vuni shenja dhe tregoj rrugën për të cilën është që të arrijë njeriu tek rruga e duhur. Nëse shtrohet pyetja, të nderuar vëllezër, se çka është jeta, definicioni i jetës. Pra, ndoshta prej jush si pyetje, shumë prej jush ndoshta s'ja ka ba vetes. Me mendu dikush më nal me vetveten e vet me thonë çka është jeta. Ma defino jetën, çka është jeta? Ne jetojmë, këtu kemi ardhur 20, 30, 40, 60, 70 vite dhe të vdesim. Deri këtu jemi të pajtumur. Pra do të jetojmë 60 vite, do të jetojmë 70 vite. Mirë po, a i ka shku dikush nga ne, pra a ka ba dikush pyetje vetvetes çka është jeta, pra. Mos i jetojmë, çka është jeta? Të nderuar vëllezër, jeta është udhtim përmes rrugës së drejtë tek Allahu subhanahu wa taala. Çdo kuptim dhe çdo definicim tjetër nga ky definicion që e përmenda, të nderuar vëllezër, është definicion i gabuar. Pra, udhtimi përmes rrugës së drejtë për tek Allahu subhanahu wa taala, kjo është jeta të cilën kërkohet nga njeriu. Për atë ne themi ihdina siratal mustaqim, na udhëzo në rrugë të drejtë. Pra na udhëzo në këtë rrugë që përmes kësaj rruge unë të shkoj tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse, të nderuar vëllezër, praktikisht po marr një shembull. Nëse nisesh do me shku në një vend të caktuar dhe thjesht vetëm e gabon pak rrugën, dihet rezultati fatal që e sjell gabimi i rrugës. Kështu është edhe për rruga dhe udhtimi për tek Allahu subhanahu wa taala. Momentin që njeriu e gabon rrugën, pra nuk është në rrugë të drejtë gjatë këtij udhtimi, pra pasojat do të jenë fatale. Kështu, të nderuar vëllezër, duhet me qas besimtari jetës së kësaj bote. Pra, kjo nuk ka të baj, pra, të nderuar vëllezër, vetëm me festimin e festave të jo besimtarve. Pra, mirë po, pasi shef dhe zemra mërzitet kur shef musliman dhe kështu me radh duke festu dhe në vende jo të duhura, zemra mërzitet dhe njeriu mendon, vallë, çka i shtyn këta njerëz që të gjenden në ato mese. Thjesht, pra, mendon, kjo është pasoj, pra, festimi i festave të jo besimtarve, kjo është pasoj. Mirë po, cile është shkaku që i bani këto që ta veprojnë këto vepra. Dhe kjo, si thash, nuk kufizohet me festimin e festave. Kjo është, të nderuar vëllezër, çdo gjë të cilën gjihet besimtari në ato vende që e hidhron Allahu subhanahu wa taala, ka shkak, mirë po kjo është pasoj. Dhe njeriu duhet, pra, si thash, nëse shkon do me zgjedh një problem tek mjeku mundohet që ta gjen shkakun e smundjes, jo të merret me pasojat e smundjes, sepse pasojat janë që kanë ndodhur.
njeriu duhet mu marrë me shkakun çka e çoi te kjo smundje. Edhe besimtarit të nderuar vëllezër duhet mu marrë me shkakun dhe arsyen se çka i çoi besimtarët muslimanët dhe kështu me radhë ti festojnë festat e jo muslimanëve. Dhe ka marrë në përfundim të nderuar vëllezër, një prej shkaqeve kryesore është se janë larguar nga rruga e drejtë. Janë larguar nga shpallja, janë larguar nga Kurani dhe Suneti. Momentin që njeriu largohet, pra fakt ti e larguar nga shenja, sepse ajetet të nderuar vëllezër në gjuhë arabe eje është shenjë. Këto ajete janë shenja që njeriu përmes këtyre shenjave e ndjek rrugën për me arrit tek Allahu subhanahu wa taala. Momentin që njeriu nuk i ka këto shenja gjatë këtij udhëtimi, me domos edhe do të festoj festa, edhe do të bëj shumë vepra të cilat pra janë larg asaj që Allahu subhanahu wa taala ka kërku nga ne. E dyta të nderuar vëllezër, ajo që njeriu pra duhet prej ndodhive të përfitoj, është se njeriu pra logjikisht nuk duhet me qenë viktim e masës. Shumë njerëz bin pre e masës, ajtan kanë shku pa shka e dhone. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala shka thot për turmën dhe për shumicën thot, wala in ittaba'ta akthara man fil ardi yudillunaka an sabili. Nëse thot ti i pason shumicën, thot ato do të devijojnë nga rruga e drejtë. Pra të nderuar vëllezër, Kurani asnjëherë nuk e ka lavdëru shumicën. Pra jo çdo herë pra shumica është në të vërtetë. Pra, nëse thot ti pason shumicën turmën, ato thot do të devijojnë dhe është fakt. Dhe e treta të nderuar vëllezër është se njeriu si shtat është pra në këtë botë është udhëtar. Nëse përkthe me kilometra, pikur lindën, i ka 1000 kilometra, zvoglohen 900, 800 dhe kështu me radhë. Nëse përkthehet me vite, 60 vite, 50 vite, kështu me radhë. Në vitin 2024 të nderuar vëllezër, kemi qenë, pa thëmë kushtimisht, 10 vite larg Allahut subhanahu taala dhe vdekjes. Vitin 2025 jemi 9 vite. Vitin 2026, nga dikur nga ne është 8 vite, ndoshta është 1 vit dhe kështu me radhë. Ajo që duhet të nderuar vëllezër është që të ndalemi dhe të reflektojmë se ndrimi i viteve është që ne pra të nalemi dhe të themi se viti 2026 a do të jetë vit më i mirë, sepse jemi një vit më afër Allahut subhanahu wa taala, a do të jetë një vit më i keq, Allahu na ruaj. Gjithë dëgjom të nderuar vëllezër biznesmenët dhe kështu me radhë i mbyllin llogarit para fundit të vitit. Pse? Mos të hy me obligime, me borxhe dhe kështu me radhë në vit të ri, sepse këto munden me sjell deri tek falimentimi dhe kështu me radhë, mund të bëhen ngarkesë dhe kështu me radhë. Pra nëse duhet që t'i bëm llogarit për firma dhe kështu me radhë, që është më mirë dhe t'i mshelim në dobi të firmës. A nuk është pra në dobi të njeriut, pra të besimtarit, mund dal me vetveten e vet. Një llogari vitin 2025, çka bash? Gjërat të cilat isha i mangët, pra, a do t'i përsëris këtë mangësi edhe në vitin 2026 dhe kështu me radhë. Pra të nderuar vëllezër, çështja është serioze. Pra, nuk është njeriu as ndru viti, ta shfrytëzoj atë natë, ta festoj dhe kështu me radhë dhe të kthehem si isha më herët. Jo, deshtë Allahu subhanahu wa taala që mos të jemi nga ato që i përcollme në vitin 2025. Nuk ka dyshim se çdo njeri nga ne ka një të dashur minimum që ja ka përcjell në vitin 2025. Çka është ajo që ka mundësi, çka tek Allahu subhanahu wa taala, wa ma dhalika ala Allah bi aziz, tek Allah nuk ka asgjë të vështirë. Ka mujt të jemi unë, ti dhe pra çdo kush nga ne të jemi njëri nga ato që i kemi përcjell në vitin 2025. Mirë po urtësia Allahut subhanahu wa taala desh që mos të jemi. Kjo do të thotë të nderuar vëllezër, fillimisht ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na dha dhe një mundësi pra për pendim. Na dha dhe një mundësi që të rishikojmë raportet tona me Allahun subhanahu wa taala. Na dha dhe një mundësi dhe një shans të nderuar vëllezër që të bëjmë mirë. Allahu siç thash kur i përshkruan njerëzit të cilët kanë vdekur, thotë një herë të kthehem. Çfarë të bëj? Lali arji amalu salihan fi ma tarek. Vesh të bëj ndonjë vepër të mirë, të fal namaz, të jap sadaka dhe kështu me radhë. E vetmja kërkesë nga ato që kanë shku të nderuar vëllezër është kjo. Ne e kemi dhe jemi në këtë gjendje.
Pra nuk është që kërkohet nga ne që të kthehemi në këtë botë. Jemi në këtë botë të nderuar vëllezër. Atëheran duhet të reflektojmë të nderuar vëllezër që vitin që e lam pas, dhe në vitin që hym, ky vit të jetë më i mirë se sa vitin që e lam pas. Për një arsye të nderuar vëllezër, sepse jemi një vit më afër Allahut subhanahu wa taala. Dhe sa më afër Allahut subhanahu wa taala që jena, njeriu duhet të jetë dhe të jetë në gjendje më të mirë momentin që takon Allahun subhanahu wa taala. Allahu thot ja ayyuhalladhina amanu, ojë të cilit keni besuar, do të thonë mos vdesni vetëm se duke qenë musliman. Njeriu nuk e ka në dorë kur të vdes. Pra nuk ka çështje se njeriu jeton 60 vite si don, momentin që vdes thot në rregull tash do më vdek si musliman. Jo të nderuar vëllezër. Allahu kur thot këtu ojë të cilit keni besuar, mos vdisni vetëm se duke qenë musliman, e ka për qëllim jetoni duke qenë musliman. Pra jetoni si duhet të jetojë një musliman. Momentin që njeriu jeton si musliman, atëherën i vjen edhe vdekja si musliman. Momentin të nderuar vëllezër që një njeri jeton jashtë asaj që Allahu subhanahu wa taala kërkon, mos të shpresoj që do të ketë pastaj edhe një përfundim të mirë, sepse njeriu si jeton, ashtu edhe vdekën, si vdekën, ashtu edhe ringjallet. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.